Kush ishte Sherif Ahmeti, një emër që la gjurmë të mëdha në historinë islame dhe shqiptare. Sherif Efendi Ahmeti ishte një nga figurat më të njohura shqiptare në fushën e studimeve islame dhe përkthimit të Kuranit në gjuhën shqipe. I lindur në vitin 1920 në fshatin Gumnasell, në një familje me rënje muhaxhirësh nga viset e Toplicës së Sanxhakut të Nishit. Ai u formua qysh herët në frymën e dijes dhe të besimit. Kontributi më i madh i tij ishte përkthimi i Kuranit në gjuhën shqipe, një punë e rëndësishme për besimtarët shqiptar. Përkthimi i tij u vlerësua për saktësinë e përkthim nga arabishtja, gjuhën e pastër dhe të kuptueshme shqipe, ruajtjen e kuptimit origjinal fetar. Ideator dhe themeluesi i revistave fetare si Edukata Islame, Takvimi dhe botimet e tjera të rëndësishme. Kulmi i veprimtarisë së tij në fushën e dijes është përkthimi i Kuranit në gjuhën shqipe me komentim, të cilin e botoi në vitin 1988. Ky përkthim mbetet një ndër më të përhapurit dhe më të përdorit ndër shqiptar, duke e bërë fjalën hyjnore më të çastshme për besimtarët. Ky përkthim është përdorur gjërësisht në Kosovë dhe trojet shqiptare për studim dhe praktik fetare. Sherif Efendi Ahmeti ka shërbyer si imam dhe ligjërues, duke edukuar breza të rinj në frymën islame. Ai gjithashtu ka kontribuar me shkrime dhe ligjërata në fusha të ndryshme të fesë. Ai konsiderohet një ndër përkthyesit më të rëndësishëm të Kuranit në shqip, duke ndikuar në përhapjen e dijes fetare, afrimin e besimtarëve, zhvillimin e literaturës islame në gjuhën shqipe. Sherif Efendi Ahmeti ndroi jetë në 14 prill të vitit 1998.